bazuar në statistikën e vitit fundit 2025, prezenca e kokainës në vend natyrisht është rritë për një përqindje mund të themi dikon afër 30 deri në 40% më shumë se në vitet paraprake. Grupet kriminale që punojnë me narkotik e në veçanti me kokain janë grupe tani edhe inovative në një aspekt themi, sepse kanë avancu shumë në metodat e trafikimit të narkotikve me kokain. Gjeneratat cilat tani ne mbas të asaj që ne kemi vlerësu është mosha mesatore ose thjesht edhe një moshë e re, po që fillon dikon mosha 20 vjet deri në 35 vjet. Po më intereson me ditë, a janë politikan për shembull, biznesmen, këngëtar? Nuk kemi ndaj profil të veçantë kështu, po shumica janë normal qytetarë të vendit.